Të nderuara media, gazetare, gazetar, më jep shumë mirë që të takojmë sërish në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pak para se të filloj seanca konstituive apo vazhdimi i seancës konstituive. Siç tashmë jeni në dieni, kryesuesi i seancës konstituive, Zotja Admin Dehuari, me qëllim të një konsensusi ndërmjet subjekteve politike apo partive politike, na ka ftuar sot që të jemi të pranishëm në një takim konsultativ në orën 11:30. Ne kemi qenë të pranishëm në këtë takim konsultativ. Aty kemi diskutuar format se cila është mënyra më e mirë për të dalë nga blokada e shkaktuar nga opozita. Ne kemi përmendur disa aspekte që besoj që janë të rëndësishme që të adresohen edhe në këtë konferencë. Së pari, siç e kemi thënë në vazhdimsi, vendimi i Kuvendit për mos verifikimin e mandateve të deputetëve është një vendim i paprecedent dhe në rrethana normale do duhet që ata të cilët refuzojnë mandatin e tyre sepse kanë kundërshtuar verifikimin që të zëvendësohen me deputetë të tjerë, siç e kemi thënë edhe në paraqitje të tjera publike. Pra, ata të cilët janë në radhë dhe që kanë fituar ose shumë vota nga subjektet politike. Ne kemi disa zgjidhje përpara vetes. Këtu janë përmendur edhe datat e zgjedhjeve. Siç e keni parë, kryetari i politikës ka përmendur datën 15 qershor për të shkuar, situatë e mundshme për të shkuar në zgjedhje. Sigurisht që ne jemi të hapur që të diskutojmë datat e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, por edhe për këtë duhet të ketë dakordim ndërmjet subjekteve politike. Ne në seancën e kaluar kemi përmend një nga propozimet që mund komisioni i ri ose komisioni që ka qenë përgjegjës paraprakish me një autorizim të Kuvendit që të mblidhet edhe një herë që të shqyrtoj raportin që e ka marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe të procedoj në Kuvendin e Republikës Kosovës këtë raport për votim. Ishte dakordimi në këtë takim konsultativ nga gjithë përfaqësuesit e partive politike që ta autorizojmë edhe një herë këtë komision për verifikim të mandateve, të votohet unanimisht raporti, sepse keni parasysh, nuk është përgjegjësi e mazhorancës që të verifikoj mandatet e deputetëve të opozitës. Pra të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës e kanë për obligim që të votojnë për verifikimin e mandateve të tyre, lidhimisht si përfundim, edhe nga ky takim konsultativ u dakorduan të gjithë, pa asnjë dallim, që e vetmja mënyrë se si mund të dalim nga kjo situatë është që nëse votojnë të gjithë deputetët e grupeve parlamentare për raportin. Për këtë u pajtuan edhe subjekte tjera, për këtë u pajtuan edhe ne, pra e them edhe një herë, vetëvendosja nuk do të votoj si e vetme, pra si subjektin vetëm politik, për raportin në mënyrë që dua verifikojnë mandatet ne deputetëve të opozitës. Kjo s'do të ndodhë, nuk do të ndodhë edhe sot, por uroj që dakordimin që kemi pasur në takimin konsultativ, pra ati dakordimi ti përmbahen subjektet politika, ashtu siç ishte dakordimi dhe përfundimi i kryesuesit të seancës konstituive, prandaj nëse është kështu edhe ne do të votojmë për. Edhe në komision, por edhe në seancën konstituive. Zonja Kusari, a dëshiron? Po. Faleminderit zonja Gjiu. Shkurtimisht vetëm shtesë që ta keni si informacion si do të pasoj tashmë kontinuiteti i seancës. Kryesuesi i seancës do të kërkoj miratimin e gjithë deputetëve në sallë për rivotimin, gjithësisht kthimi në votim ose kthimi në pikën 0 të Komisionit për verifikimin e raportit për mandatet e deputetëve dhe jemi dakorduar, siç e përmendi zonja Gjiu, që të gjithë që ai të votojnë për, pas saj tërhiqet komisioni dhe bën verifikimin. Vetëm në rastin kur ai raport kthehet me votat unanime të gjithë përfaqësuesve të grupeve parlamentare për dhe në favor të verifikimit të mandateve, edhe ne do të votojmë për dhe në favor të verifikimit të mandateve. Edhe një herë, ky është një raport i institucionit që është përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve dhe verifikimin e mandateve të deputetëve, Komisioni Qendror Zgjedhor, dhe si tillë nuk është në peshën tonë që të sigurohemi që ai raport të kalojë. Përderisa nuk ka pajtueshmëri të grupeve tjera për të marrë mandat. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e parasheh që
mandati deputetës është i pavlefshëm nëse nuk e bën betimin. Vjetimisht ne sot nuk e kemi ende mandatin politik të përcjell nga qytetarët e Republikës, pasi që po pengohet hapi i betimit të deputetëve me mosvotim. Dhe kjo krejt sipas skenareve që po paraqiten apo si qëndrimeve që po paraqiten, ka të bëjë me shfrytëzimin e mundësive që pastaj të kontestohet në kushtetuese një proces i tillë. Prandaj për ne është shumë rëndësishme që ky votim të ketë unanimitet, të mos ketë ngjyrime politike, ndërsa për politika ka qenë mjaftueshëm pas betimit të deputetëve, marrjes mandatet dhe formimit të organeve të qeverisë. Në rast se kësaj Asnjë veprim tjetër nuk e kemi bërë në raport me dorëheqjet, përveç atyre që i kemi bërë para seancës konstituive. Pra ne ju kemi njoftuar që edhe para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, edhe para seancës konstituive, ne kemi përsuar dorëheqjet tek kryeministri dhe tek ne s'ka ndryuar asgjë. Pra ne në qëndrimin që kemi pasur që nga fillimi, madje ju e dini që edhe në konferencën e kaluar nuk ka përmendur një mundësi të tillë për një komision. Këtë e mbështetën, dhe ta shohim tak se cili do të jetë qeveria Me radio. E bën që kryetaria festa ne do të votojmë. Pra për verifikimin e mandateve, erdhi një apellim vaj. Por shohim që në sallë nuk kanë shumica deputetëve për shembull të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe të Ligjet Demokratike të Kosovës. Ai vjen që edhe sot mund të dështoj votimi për verifikimin e mandateve, apo është një ndasi provën ndaj partit, po që më ta votojnë të gjithë. Nuk e kisha komentuar në atë mënyrë, unë mendoj që ende nuk ka rozilja dhe ende nuk ka filluar ndjekja për shkak se ende pritet që deputetët e jenë në shallë. Për mbarvajtjen në tutje më ndiju tregova, tash këtë anë. Zonja Pusari, kush është emri për krye parlamentar që do të jetë sot në votim dhe nëse votohet krye parlamentari, a e bën edhe sot qeveria që shkurti ka thënë që synoi të kryej dyat për një ditë. Me njerë pas betimit të deputetëve me këtë informatë. Kush është emri? kryetar kuvendit. Se s'po e prishin me fasin. Nëse kemi marrëveshje për verifikimin e mandateve, pse po flasim, sepse po flisni për zgjedhjet e reja, për zonja Gjiu supone pasi e dim që mund të nisë edhe rrjedhja e afatit konstitucional ligjor. Pas Shini, unë e përmenda edhe një herë. Për neve është i paprecedent mendimi i kuvendit për mos verifikimin e mandateve. Nuk e di nëse ka ndodhur në një vend tjetër. Unë di veç raste të kuvendit të Kosovës kur kanë dorëzuar mandatet e deputetëve. Por nuk e di që ka ndodhur ndonjëherë ndonjë rast i tillë. Duke qenë kështu, ne kemi përmendur disa, si më thënë, zgjedhje përpara që i kemi. Dhe njëra nga këto është përmend nga Partia Demokratike e Kosovës, përmes kryetarit të saj, zotë Mehdi Krasniqi, dhe si subjekt politik, ne jemi shumë të hapur që të dakordohemi edhe për datën e zgjedhjeve, por për ta bërë këtë duhet konstituimi e pastaj shpërndarja e kësaj. Një sqarje shtesë viti 2014 ka qenë mungesë e kvorumit. Nuk është rrëzuar raporti, kësaj radhe raporti është rrëzuar. Mungesë e kvorumit. Pra edhe në rrethana me plotsu zonja Pusari Lila, edhe në rrethana kur në qoftë se në seancën e 15 prillit do të kishim, si me thënë, mungesë të kvorumit, sërish kryeshuesi i seancës konstituive do të mund ta vendosë në votim edhe një herë raportin derisa të kishte vota. Pra nuk është situata e njëjtë. Konstituimi i kuvendit i hap zgjedhjeve, sepse pastaj kuvendi e konstituon vetën dhe më pas e shpërndan vetën. Ne jemi të hapur. A është Fatmiri Maj kandidat për kryekomentar? Nuk kam koment. S'kemi komente. Faleminderit shumë.